Në videon sot do flasim krahasimi dhe rënditja e numrave. Atëherë, rënditja e numrave bëhet në rendin rritës ose në rendin zbritës. Rendi rritës duhet të kemi parasysh që bëhet duke filluar nga numrat më të vegjël te numrat më të mëdhenj. Ndërsa rendi zbritës bëhet duke filluar nga numrat më të mëdhenj te numrat më të vegjël. Për shembull, nëse na jepet numri 123, 267, 37, 805, 816 apo 1000, atëhere neve duhet i paraqitim këto në rendin rritës, këtë grup numrash. Po ta shikojmë me vëmendje, duhet të fillojmë nga numri më i vogël. Numri më i vogël duket me sy të lirë, normal që janë dhjetësit. Pra, numërori me 2 shifra në këtë rast është numri më i vogël. Sepse gjithmonë neve numrat, kush është më i madh dhe kush është më i vogël, i shikojmë gjithmonë duke u nisur nga numri njësheve, dhjetëseve, qindëseve, mijsheve e kështu me radhë. Pra, le të ndjekim shembullin. Numri më i vogël në këtë rast është numri 37. Pra do të shënojmë 37 presje. Po të shikojmë numrin mbas 37-ës, shikojmë që numrat e tjerë janë të gjithë numëror me 3 shifra. Atëherë, përderisa e numëror me 3 shifra, ne do të përzgjedhim këtu numri më të vogël. Pra, do të zgjedhim shifrën e njëqindëses që të jetë numri më i vogël. Po të shikojmë, kemi 123, 267, 805 dhe 816. Numri më i vogël me 3 shifra, atëherë numri i njëqindëseve këtu është 8. Numri i njëqindëseve këtu është 8 prap. Këtu është 2, ndërsa këtu është 1. Atëherë numri më i vogël i bie të jetë 123. Pra nga numrat 3 shifrar. Shënojmë 123. Pas 123-shit, po të vërejmë, vjen numri, atëherë 8, 267. Dhe 267 tha. Atëherë kemi numrat 805 dhe 816. Po t'i krahasojmë këta numra, do të vërejmë këtu me vëmendje. 8 dhe 8 këtu janë të njëjta, pra numri i qindëseve është të njëjta. Kështu që ne duhet të kontrollojmë numrin e dhjetëseve. Pra këtu e kemi 1, këtu e kemi 0. Atëherë numri më i vogël nga këta të dy do të jetë numri që ka dhjetëshën më të vogël. Pra ky e ka 1, ky e ka 0, i bie të jetë më i vogël 805. Më pas mbetet 816 dhe në fund numri 1000, sepse është numër 4 shifrar. Atëherë, e mbaruam ushtrimin e parë, kemi ushtrimin e dytë të rendit zbritës, atëherë do të veprojmë nga numri më i madh te numri më i vogël. Po t'i vëmë re, numri më i madh këtu, fillojmë nga numra 3 shifrar më i madhi, është 621. Pra numri i njëqindëseve i bie të jetë numri 621 më i madh. Pastaj kemi numrin 531. Kemi numrin 500. Kemi numrin 72 dhe në fund na mbetet numri 26. Atëherë deri këtu jemi në rregull. Atëherë paraqitja e numrave në boshtin numerik. Paraqitja e numrave në boshtin numerik nis normalisht nga numri më i vogël tek numri më i madh.
por që gjithmonë boshti numerik nuk ka pafundësi. Por në këtë rast ne po shprehim sa për një shembull. Po të vëmë re, ne duhet të gjejmë vlerën e A-s, vlerën e B-s dhe vlerën e C-s. Po të shikojmë me vëmendje këtu, ka 10 në ndarje. Dhe këtu do të kishim 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dhe 100. Atëherë, vlera A-s do t'jetë e barabartë, po të shohim me vëmendje, ndodhet këtu. Pra, 30. Vlera e B-s, po të shohim me vëmendje, ndodhet këtu. Pra, do t'jetë 50. Dhe vlera e C-s, po të shohim me vëmendje, këtu. Atëherë, 65. Numri midis 60-s dhe 70-s është numri 65. Atëherë, krahasimi i numrave. Nëse do të flasim për krahasimin e numrave, ne do të përdorim simbolet të tillat, ku simboli i parë, pra kjo shenjë tregon që është më i vogël se, shenja këtu më i madh se dhe baras, do të thënë i barabartë me. Na jepen disa shembuj. 62, 57. Cili mendoni ju se do jetë më i madhi? Sigurisht që ne do shikojmë shifrën e dhjetëseve. Numri që ka dhjetësën më të lartë do të jetë numri më i madh. Pra, 62 është më i madh se 57-a. 102 dhe 84. Po të shikojmë, kjo është numër 3 shifror, kjo është numër 2 shifror. Normalisht që është më i madh 102. Po të shikojmë, këtu janë të dy numra 4 shifror, por shifra e parë e numrit 4 shifror, këtu është 2, kurse këtu është 1. Atëherë, i bie të jetë kjo. Ndërsa këtu kemi 61.821 dhe 61.801. Kontrollojmë, duke qenë se këto janë të treja të barabarta, shifrat e para, kontrollojmë shifrat që na mbeten në fund. Po të vëmë re, shifra e dhjetësve këtu është 0, këtu është 4. Atëherë ky numër do të jetë më i madh. Dhe vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, nuk është 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalisht, numri që ka më shumë shifra është numri më i madh. Këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalisht është ky. Nuk është nevoja fare në këtë rast ta shohim numrat, thjesht numëruam vetëm shifrat. Atëherë, janë dhënë numrat 2, 6, 4, 1, duhet të krijojmë numrin më të vogël. Atëherë, numri më i vogël, do ta nisim gjithmonë. Numri më i vogël këtu duhet të niset nga shifra e misheve që të jetë numri më i vogël. Atëherë i bie tu të vendosim mishin. Atëherë, numri i qindçeve të jetë numri më i vogël. Atëherë i bie që këtu të vendosim dyshin. Numri i dhjetësve të jetë numri më i vogël, atëherë këtu i bie që të vendosim numrin 4 dhe 6 në fund. Ndërsa, tek numri 5, 7, 8, 1 që na janë dhënë këtu, këto numra, atëherë ne duhet të krijojmë numrin më të vogël. Numrin më të vogël, në fakt, më falni, sepse këtu ne duhet të krijonim numrin më të madh. Atëherë po e ndryshojmë, më falni. Numri më i vogël dhe këtu po e bëjmë numrin më i madh. Ishte një lapsus. Atëherë, numri më i madh që mund të krijohet këtu, numri i shifrës parë të misheve, duhet jetë numri më i madh. Pra i bie numri 8. Numri i qindçeve, numri më i madh i bie mbetet 7. Numri i dhjetësve më i madh i bie 5. Dhe njëshin të ta lëm në fund. Pra, këtu krijuam numrin më të vogël, duke i bërë në rendin rritës në këtë rast, që të krijojmë numrin më të vogël, dhe këtu duke i bërë në rendin zbritës, që të krijojmë numrin më të madh. Në rastin e parë na krijua 1246, në rastin e dytë
8751. Subscribe për video të mëtejshme. Ky ishte mësimi i parë, pjesa e dytë.